bolduzher, eskavator, kamion dhe pronat e tjera të cilat përdoren për eksploatimin e zhavorit do sekuestrohen gjatë operacionit të prokurorisë së Prizrenit. Makineritë me vlera prej disa miliona euro janë përdorur në vazhdimsi për të nxjerrë përfitime për biznismenët e për të dëmtuar rënd ambientin e zonës. Krimi ambiental në këtë zonë ka lënë pasoja pothuajse të pariparueshme. Zona tashmë është shndruar në zona me bazen gjigant të cilët janë rrezik edhe për banorët e zonës. Tash është lokacioni i 4 ose i 5 që rrugës sipër jemi duke i vizitu. Këtu pe shohim që janë vendos shiritat tyne makinerive tranda që kanë qenë duke punu këtu. Po, si që po të nësutë edhe ju, është lokacioni i 5, faktikisht i 5 prej 14 lokacioneve, dhe këtu janë 3 ekskavatorë që janë hasë në vendin e ngjarjes, ku po shihet që kanë gërmu edhe kanë lënë pas vetës edhe gropat më dhasi që kemi cek që këta pas vete lëjnë edhe shkaktimin e rrezikut përgjithshëm sepse janë fëmijët që jetojnë në këtë pjesë për rreth lumit Drini i bardh, i cili e përshkon komplet Dugaxhinin dhe lagë edhe pjesën nga Krusha e vogël dhe deri atje në kufirin me Shqipëri që kemi edhe kompetencë territoriale si prokurori themelore në Prizren. Ne kemi sekuestruar deri më tani një numër të madh të mjeteve të cilat kanë shërbyer si mjete për kryerjen e veprës penale, ka shumë ekskavator, ka kamion dhe gjithashtu kemi vendosur shërita të rrethus edhe makineritë e separimeve, me qenë se jemi me njësitin e hetimeve kundër mjedisit, që është në kodër të krimeve të drejtorisë krimit të organizuar, me cilët për 4 muaj rresht faktikisht kemi zhvilluar masa të veçanta hetimore. Ne sot sapo e pam që gjendja në teren është shumë më keq se sa që edhe e kemi prit, edhe është numër i madh i makinerive, atëherë sapo kam kontaktuar me drejtorinë rajonale të Prizrenit në mënyrë që të na vinë ndihmë edhe njësitë dhe patrulla policore të Prizrenit. Gjithashtu jemi dakorduar edhe me Agjencinë për Administrim Pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar, të cilët gjithashtu janë rrugës duke ardhur në mënyrë që të tërheqin këto mjete dhe po ashtu kemi njoftuar tani më edhe inspektorët e KPMM-s dhe ata të mjedisit në mënyrë që të bëjnë matjet, të bëjnë vlerësimet edhe dëmeve që janë shkaktuar në këtë zonë. Këtu siç po shihni pra jemi në njërin prej vend punishteve që faktikisht bazën kryesore ka në Landovicë në njërin prej operatorëve ekonomik, por e ka edhe një pjesë tjetër të punimeve që i zhvillon këtu në vendin e ngjarjes, por gjithçka që tërhiqet këtu zhavori faktikisht shkon dhe separohet atje tek operatori ekonomik. Në këtë vend punishte pranë lokacionin e 5 deri më tani kemi të arrestuar 2 persona përgjegjës dhe do të vazhdojmë ta shohim edhe lokacione tjera se sa kemi arritur sepse ne kemi marrë informacione në kohë reale nga secili njësit, mirë po do të shkojmë dhe të vizitojmë secilin lokacion me radhë dhe ta shohim gjendjen reale nga afër. Kemi mbri në një pikë tjetër, në një lokacion ku jemi tu i pa 3 makineri të rënda që janë hasur duke punuar dhe u janë vendosur shiritat. Njëra është këtu. Tjetra, nëse shihet në pamje, ka tentu me shef prej zyrtarëve policor kur i ka pas ata po i afrohen këtij lokacioni, ndërsa një tjetër është në atë pjesën atje që kanë qenë duke punuar. Nga ajo që mësuam prej kryeprokurorit Prizrenit është se në këtë lokacion janë arrestuar 2 persona që janë hasur këtu dhe ata kanë mbri që tër zhavorin që e kanë tërhiq në krejt komplet këtë zonën që po shihet këtu, e kanë dërguar me një separacion ku edhe e kanë përpunuar atje. Do më thonë, këto toka, këto hapësira, ku janë këto makineri sot që tashmo veç janë me shirit, kanë qenë toka bujqësore që janë punuar për banorëve të kësaj zone, mirë po këta persona të dyshuar kanë mbri që me largu pjesën ku ka qenë me dheje dhe me tokë të punueshme, me dëpërtu në hapësira 20 deri në 30 metra në hapësirën kryesore të tokës dhe me nxjerr zhavorin prej këtu që me vazhdu me separimin e tij. Tash kjo zonë për me u kthy në hapësirën që ka qenë përpara është komplet e pamundshme.